tigan përzihen aty sikur çaban. Hajde provoje. Të thoja edhe unë fillim po. Në fakt kisha një dhimbje të madhe sepse nuk e kam prindin si gjithë shoqtarët e mi. Ngrohen ushqimet në restorant, se këtë pyetje se kanë bërë të tjerë. Sa herë ngrohen? Po. Domethënë kur kthehet nga jashtë ne ta nxjerrim prap? Atmosferën shumë. Bëjnë atmosferën dasma. Në kjo i bën që po, adrenalina e bën që pastaj nesër. Shajnë me lot. Vin ti kërkojnë njevi që ka ta lekë të kam qenë tap. Gjeneratave më të vjetra, e kam thënë dhe do ta them, sado keq TV, nuk i mbështesin gjeneratat më të reja. Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjekin. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jon, ju ftojmë Na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukje. Faleminderit. Faleminderit. Muzikë s'kemi, po kështu. Muzikë shumë pa akapele. Po. Kështu testohet këngëtari vërtet live. Po, është pa. Kur s'ka edhe mbështetje. Kur s'kemi muzikë. Giuliano, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Të falenderoj që Faleminderit shumë. shpreh dëshirën të vije këtu. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi shumë e madhe për mua. Edhe për ne. Tash nise edhe prezantoje veten ashtu siç ke dëshirë ti. Atëherë unë jam Giuliano, vi nga një fshat i Fushkrujës, që afër Bupshit, se Bupshi më shumë njihet nga Beskallaku. Dhe një profesion parsor jam kuzhinier, kam mbaruar studimet për psikologji dhe tani së fundmi kam vazhduar rrugën e muzikës, muzikën popullore. Ja kam pas dëshirë që i vogël, po tani na u dha mundësia, tani e fillova. Tash e ke filluar Po, profesionalisht. Profesionalisht le të thënë. Kur isha i vogël e këndoja në proborë. Po, kur isha i vogël ne ka shtëpia. Në për festa familjare, hajde Giuliano këndo. Kisha dëshirë, që i vogël nuk është se lindi sot kjo dëshirë ka qenë më përpara. Që i vogël ke qenë i apasionuar mas muzikës popullore? Po, popullore. Apo çdo lloj? Jo, në fakt më shumë popullore, ja nuk është se kam pëlqyer rrymat e tjera. Nga të ka lindur kjo tërheqje për muzikën popullore? Në fakt as në familje, as në fis, as aty rreth nuk është se ka një që është këngëtar, thjesht unë kam pëlqyer këtë rrugë, këtë muzikën. S'qen ke i ri trendit i me këto këngët, ç'a boje? Jo, në fakt unë me vllajën më përpara kur ishim të vegjël, ka qenë Tirana që jepte këngët popullore dhe BBF-ja që jepte këto këngët e rrymave të tjera. Ne u zishim për telekomandën, kush më e mor më përpara, ai donte të këngët. Këngët e veta unë doisha ke këto. Na ngjo thash ja hengun ton këtu. Kush fitonte? Unë isha më i vogli. Gjithmonë i vogli bën ligjin, edhe I vogli unë në është pak shtëpi më i më llaftu. Na takon edhe. Si ke ndërthurur këto, se the që ke mbaruar studimet për psikologji, po primare ke kuzhinën. Po, mbarova gjimnazin dhe fillova shkollën e lartë në Tiranë për psikologji. Paralelisht me shkollën e psikologjisë, fillova dhe një kurs një vjeçar për kuzhinier. Mbarova të kursin dhe kuzhina në fakt mu dukte një profesion që është më i thjeshtë se mendoja. Po kur hyna në kuzhinë ishte doli pak më vështirë. Pak më vështirë. Kuzhina është e bukur, është ti je kreativ që të punosh në kuzhinë, po është edhe vështirë, është shumë e vështirë. Si profesion është profesion i vështirë. Sepse ka edhe shumë lodhje fizike. Ka lodhje fizike, përveç lodhjes fizike dhe lodhje psikologjike. Do të bësh menu, do të merresh me stafin, ka lodhjen e vet. Çdo punë ka lodhje, vetëm. Po çfarë lodhje psikologjike se i tigan përzihen aty sikur çaban. Hajde provoje. Do thoja edhe unë fillim po. Ja. Se kështu i thonë gjithë burrat, i thoshin mamave se ç'a bën atrazon një gjell aty. Po, asnjë si a di vlerën kuzhinierit. Kuzhinieri është se ti kur shkon në restorant të shef bukur, e shef shërbimin perfekt, e shef atë kamajerin që të vjet të buzëqesh, nuk e di ti se kamajeri atje me mua zihet. Ti ke zgjedhur dy fusha që
njerëzit e dashurojnë kuzhina me muzikën, është një kombinim perfekt. Po, kombinimi i bukur është edhe kuzhina pjesë e artit, ke arti futet. Unë jam e mendimit që çdo profesion E ka mund pak të art në fusesh vete, pak art, po. pak krimtari brenda. Po pse e zgjodhe kuzhinën? Po kuzhina më ka Ishte trend në atë kohë apo Jo më që që bënin trendi ka gjithë qenë më atë kohë, po më pëlqente dhe pak a shumë u donte një profesion që unë të ndihmoja edhe veten në shkollë, se isha në shkollë të lartë edhe ka shumë shpenzime dhe Tirana Po, këtu që të normalisht. jetosh në Tiranë ka goxha shpenzime. Dhe u detyrova të bëja të dyja, edhe shkollën edhe kuzhinën. Edhe ja dola. Ja dole Me me mua. vështirësi pa hajt mo. Na trego pak për vështirësitë. Vështirësitë. Çdo Se njeri, gjithë njerëzit e shohin kështu bëra këtë edhe jo, çdo e njeri tregoj ka shumë. vështirësitë e veta, që ka kaluar një jetë Pa, deri pa ku ka diskutim. arrit në një farë pike. Unë jam rrit në fshat edhe fshati ka lodhje, jam rrit edhe pa babin, sepse babi im ka ndruar jetë moshën 13 vjeçare, kur kam qenë i vogël. Dhe normalisht që s'kisha shumë mbështetje. Mbështetja ime e vetme ishte vllai, mami. Dhe me vështirësi e kam filluar dhe shkollën e lartë dhe muzikën me vështirësi, nuk ka qenë si themi ne fush me lule, asnjë gjë s'është me kollaj, çdo gjë është e vështirë. Si e ke përballuar humbjen e babait, duke qenë se ke qenë edhe në moshë të Kam qenë vogël? moshë delikate, moshë shumë e keqe për të ndodhur ajo gjë, sepse s'isha i gatshëm përballoja një humbje të tillë. Dhe kam pas një lidhje shumë të ngushtë me babin. Por kur ke njerëz të mirë rreth, edhe e përballon. Jeta vazhdo. Po, pa diskutim. Vazhdimisht ajo dhimbja qëndron gjithmonë, nuk hiqet, vetëm sa shtohet akoma më shumë. Ka qenë një moshë që ti ke krijuar normalisht kujtime? Po, sa kisha kriju kujtime, domethënë sa kisha fillu të njihja jetën, sepse ajo është një moshë që ti vazhdo njeh jetën, se 13 vjeç e poshtë je akoma Nuk je akoma fëmijë i i vogël, se ndërgjegjshëm. kupton. Por këto janë punë të Zotit, nimi që të bëjmë, duhet i përballojmë gjitha. Si të ndikoi kjo në formimin tënd, humbja e babait në moshë të vogël? Kur një fëmijë i humb prindi, sidomos kur i humb shtylla e shtëpisë, babi, detyrohet mbar mbi supe çdo gjë, peshën e këtij familje dhe të bëhet burr para kohës. Merr përsipër ca përgjegjësi që përgjegjësi moshatarët e tjerë që ndoshta. moshatarët e mi nuk i mendonin atë kohë. Ti u privove nga disa gjëra, le të themi nga jetesa siç bënin fëmijët e tjerë dhe kishe një jetesë më të vështirë sepse ishe i detyruar prej kushteve, po arritet ti balancoje të dy? Jo, në fakt kisha një dhimbje të madhe sepse nuk e kam prindin si gjithë moshatarët e mi, sepse nga kushtet ne kisha në vllajin më të madh se vetja dhe ai ka punu shumë që mu të paktën mos të mungoj gjë dhe të vazhdoj shkollën. Ai e ka ndalu veten e vet, domethënë nuk ka vazhdu shkollën e lartë, ka dalë në punë që unë të vazhdoj shkollën. Ka sakrifikuar më shumë. Ai që unë të vazhdoja. Ka qenë një fat kjo që ke pasur një figurë të dytë, po. Se kur e ke dikë më të madh se vetë, domethënë kur e ke vllajin më të madh se vetja është privilegj. Po. Jo gjithmonë, ka raste që vllai i vogël me rolin e të madhit, po në këtë rast ke pasur fat, po. Kam pasur fat. Çfarë kujtimi ke të bukur që e mban mend më shumë nga babai? Çdo gjë që kujtoj në kohën kur babai im ishte në jetë, ishte çdo gjë e bukur. Ai ishte shumë i lidhur me mua dhe unë me të, sikur se ta thash më përpara, ne që jena të vegjël, ne na do gjithë shtëpia. Po. Ne jemi pak më të përkthjelë, po. Por ky gëzim nuk zgjati për shumë kohë. Ai ndroi jetë. Kur dëgjoj raste të tilla si i joti, unë fatmirësisht i kam të dy prindrit akoma. Gjithmonë them që je me fat që e ke pasur deri në moshë ku ke arritur të krijosh kujtime
Edhe që ke figurën e tij e ke të Po, kam fiksuar, parasysh. ke këshilla, kështu Është që e vërtetë, duhet është e kapur vërtetë. gjithmonë ana më pozitive e gjithë Prindrit situatës. janë gjë shumë e shtrenjtë, janë gjëja më e rëndësishme në jetë. Mhm. Por ti ja ke dalë shumë mirë. Po, me kam dalë. Ashtu me vështirësi, me pozime, me ngritje, po ja kemi dalë. Si një i ri ardhur nga fshati, si e përballove këtu në Tiranë? Pate Po vështirësi ishte në fillim, po se unë kam mbaruar shkollën para 3 viteve, ishte pak më ndryshe, dhe më thonë qerat nuk ishin aq sa janë sot minimum jep 5-600.000 lekë 1+1. jetesa është bërë shumë e vështirë. Edhe kur e shkuj në aty okazion, sikur është të bëj në zbritje të madhe. Ishte Okazion që po e merr shtrenjtë. Po e merr shtrenjtë, jo po e merr lirë. Jetesa ishte shumë e vështirë, se ne i binim nga larg, do pagunim qira, do pagunim ujë, do pagunim drita, interneta, gjona. Librat atëherë ishin shumë shtrenjtë, edhe s'na lejonin që ti merrshim librat nga studenta që kishin mbaruar një vit para nesh, duhet t'i blejnim ne, sepse duhet t'i blejnim, nuk e kam kuptuar asnjëherë. Jo, është një, ta shpjegoj unë, se në njëjtën situatë kam vuajtur unë edhe pse vite më parë. Është një strategji përfitimi nga stafi pedagogjik që e bëjnë të detyrueshme që ti blesh librin. Dhe kjo është në kurrizin tonë. Jo, tha, unë e fotokopjova, i mora librat, po s'ma mori menja që nuk do të funksionon. Të qenë këto librat fotokopju, thash ko merri libra të ri, edhe u detyruam i blej të ri që bonin 3-4 fishi atyre që kisha fotokopjuar. Pra, ishin vështirësi. Si arritet ti menaxhosh të dyja, punën edhe orët e studimit? Para dite isha në shkollë. Mas dite shkojsha në kurs te kam marrë te ATC-ja për kuzhinier. Mbarova kursin edhe kur isha në vitin e dytë shkollës lart, fillova punën pastaj. Fillova punë këtu në Tiranë në një restorant. Edhe para ditën shkollë, mas ditën punë deri 11 natës, sepse kuzhina s'ka 8 orash. Po, e di. Po erdhi tavolina, ne do rrim aty. Ishim tu pa, a vjen ai tavolina po s'vjen. Ishte ora 11 me hik, 11 vinte tavolina, çfarë bëjshim ne këtë shkoshëm. Zinte ora 12 ora 1. Si e komentoni klientin e fundit kur vjen? Unë i them Albanit gjithmonë që kur shkon ora 10:30 më mirë mos shkojmë. Mos shko, dëgjoj mu. Çfarë bëhet aty mbrapa? Do bëj të shkuar të fal Zotit. Na tregon ndonjë sekret, çfarë bëhet aty mbrapa? Te klienti i fundit. Te klienti i fundit, ja, se kemi respekt në për klientat, se shoqë që i kena, se mos më qenë klientat ne s'paguhemi. E do i nxjerr gjithë këtu. Se këtu të gjithë kuzhinierët e nxjerrin nga një sekret, kështu që pa nxjerrë sekret, paktën një nuk do ikësh sa. Kurse vajnë që ja kam gjuke kuzhinieri që ka qenë, vajnë ne ndrojmë më shpesh. Sa herë ndroni ju? Se pati shumë polemika ajo. Ne kam pa. Shumë nuk e besojnë. Ju sa e ndrojnë? Po unë personalisht gjithmonë nëse vaj bëhet për ndruar asnjëherë nuk e lej pa ndruar, sepse është për mendimin tim është mëkat që ta bësh atë gjë. Kur ke përgjegjësi ti, është tjetër gjë kur është punëtori, jo, s'ka faj ai. Po. S'ka faj, sa ata hiqin nga puna, ti thotë do bësh ti them unë. Ti tash na the kur është për të ndruar, por nuk na the specifikisht sa ditë. Sa ditë, se të gjithë duan të dinë ditët. Aty pickon. Se ka shumë punë, se varet se sa për shembull te friteza varet sa patates bëti, nëse bë 2-3 patate, ti se ndro vajin për 2-3 ditë apo. Nëse bë shumë, ka një punjavë që ka shumë punë, e ndrojmë 3 ditë maksimumi, nuk e lejmë. Je i sinqert se po qesh? Shumë i sinqert, shumë i sinqert, do të fjalë. Nuk e lejmë sepse me atë restorant që gatuj unë ndoshta vje vlla im, vje familjarët e mi, si do të. Edhe mos qofshin këto janë tjerë dhe ato paguajnë për atë shërbim. Po mirë, ty që të vjen vllai edhe je i kujdesshëm, nuk e di çfarë pozicioni ke aty në ku punon? Shef kuzhine. Okay, je shef. Po. Po në restorante të tjera ku nuk shkon vllai nga njohjet që ke, dua një kështu. Jo, në përgjithësi me thon drejtë nuk është se një mesatare. Po nuk është se ka aq higjenë sa paraqitet në ambientet e jashtme. Kjo varet edhe nga punëtorët që janë mrena, edhe nga punëtorët e kuzhinës, se sa e mbajnë pastër kuzhinën. Nuk është çdo gjë nga pronari, se pronari vjen i hedhë sy edhe
Ergo, se sot edhe mi thoni fjalë punëtorit ai direkt heq përpara se ne ik, si është ti më përpara. Se kur kam filluar më përpara kuzhinën, kur shkova në fillim kuzhinë, hyra direkt në kuzhinë, unë thash, mo do vesh në përpara se stirlapsin ke xhepi edhe jem shef kuzhine, po më Si në për filmat. Po, ashtu mendova. Kur hyna atje ishte ai shefi kuzhinës me atë karakterin e tij shumë të fortë. Edhe më tha, "Mu ka të shku", thash, fillu pra kuzhinën, unë me atë qetësinë time. Ketha sa tenxhere për të la atje dhe shkova unë të la me ato tenxhere. Mbarova tenxhere, thash tash do futem të gatuj se për këtë punë kam ardhur. Vetëm kur shty me kam i thes me patate, qire patate tha. Patate, qep, karrota, domethënë kuzhina nuk është si ti do të fillosh direkt Po, do gani. hap masake. Po, ka një hierarki që të shkosh deri te kuzhinieri, pastaj te shefi. Unë kam punu 2 vjet ndihmës kuzhinier. Nuk jeti nga këto tipat që vjen edhe dua direkt shefin. Po jo, nuk u ka ashtu s'ka. Edhe po tjenë ato tipa nuk i pranon njeri. Tash ti po, se tash i ka nevojë ndoshta firma për punëtor dhe është i detyruar, po më përpara. Më përpara. Do të thënë para 3-4 vitesh, unë s'kam shumë vite që e kam filluar. Ndoshta po pak më vështirë fillimi, ka qenë më i vështirë, kurse tani është pak më kollaj. Është stabilizuar tregu këtu në Tiranë? Ti ke lëvizur në sezon, ndoshta po bëhen pyetje të përsëritura, po nga që janë shkaktuar shumë debate te kjo temë, edhe sa më shumë pikpamje të vetë personave që janë brëndësi, aq më mirë është edhe për... Kam shku në sezon, po. Kam shku, sezoni është një lodhje shumë e madhe se sa këtu në Tiranë, sepse ti do punosh pa orar, do punosh me një fluks shumë të lartë, do të jesh i përgatitur për fluksin e punës. Edhe pastaj edhe temperaturat janë shumë të larta. Kështu që ti voton për Tiranë në sezon. Sezon ka më shumë lek, normal, por lodhja është pak më vogël këtu. Pra është balanca që lodhje dhe fitim. Tash këto ushqimet e skaduara dhe që përdoren, që nga njerëzit e kalojnë, kam diskutuar edhe me ftuarin e kaluar. Po ti çfarë eksperiencë kemi këto? Ushqimet skaduara në restorantet ku kam punuar nuk kanë ekzistuar asnjëherë. Ti jemi me të vërtetë realist, sepse kjo është gjë shumë e dëmshme. Kjo është gjë shumë e rrezikshme, kjo është krim. Si mund të shërbesh ti gjëra të skaduara? Kur ti ne marrim lekun për atë punë. Pronari merr lek për atë shërbim që bën. Kështu që ne s'bëhet fjalë ta bëjmë atë gjë. Edhe sikur mund të më thotë pronari që ti do e shesësh atë që të them unë, nuk e bëj. Më mirë preferoj të hik se sa të bëj atë gjë. Kanë gjithë të njëjtën ndërgjegje? Gjithë kuzhinierat. Kur shohin pa drejtësi ndaj klientëve. A kanë këtë ndërgjegjen që ti tërheqin vëmendjen ose minimalisht po largohem sepse nuk ndihem mirë me këtë. Besoj se 95% po. 1% shumë e vogël mund të pranoj. Ai thot kur ka thënë pronari, unë punëtor jam. Ta ngjej shpesh këtë shprehje, ai mos unë punëtor jam. Jo, ma të punë që të nxjerrin durët e tuja, je vetë pronari, je vetë shef. Mblloni që ndrej kësaj gjëje, nuk e bëj dot atë gjë që e shoh se nuk duhet bë. Edhe pse ma thuti, unë nuk e bëj dot. Sepse është ndëm të konsumatorit. Po jo të gjitha kanë. Jo të gjithë, për atë thashun, jo të gjithë. Sa herë ngrohen ushqimet në restorant, se këtë pyetje se kam bërë të tjerët. Sa herë ngrohen? Po. Dhe me thonë kur kthehet nga jashtë ne ta nxjerrim prap? Jo. Ndodh. Nuk ndodh kjo gjë. Po ndodh tash, se të gjithë kemi eksperiencë dhe e dallojmë që mishi që konsumojmë është i ngrohur. Në një restorant ku kam punuar unë, se normalisht që s'do përmendim emrin e restorantit. Jo. Në një restorant këtu në Tiranë ku kam punuar unë, ka ndodhur ajo gjë, që thotë. Ja, shikon që the që ndodh. Desha me thon, po e thash. Ka ndodhur që erdhi një pjatë, ka qenë duket kërkalecë kështu krudo. Erdhi e pa prekur nga solli kamajeri në sportel, edhe në atë moment ishte zonja, domethënë pronarja në aty kuzhinë dhe ajo sanitarja mori ta hedhën kofshën, ta lej këtë, tha se vjeni për rësi tjetër, tha e rregullojmë edhe po s'u ndjeva mirë, në fakt i thash, ajo ti ja ke marr lekun asaj gjëje, pse do ta nxjerrësh prap? Është si kjo puna e shesin një hyrje 2 herë. Po, 2 herë, nuk bën ajo gjë. Më erdhi shumë keq dhe që ditë të kërkova që me hik nga ajo punë, nuk bën atë. Ishte fillimi im sa kisha filluar punë. Dhe kur e dija se ndodh kjo gjë, thash kjo bë rrugë për herë. Po, normalisht.
Çfarë ke Por parë? ndodh kjo gjë. Po. Çfarë s'ndodh, po që Çfarë ndodh? Kuzhina shumë ka një tension të lartë, sidomos në kohë të fluksit, ka shumë tension. Do zihesh me kamajera, do zihesh me kolegët aty. Jo bëje shpejt, jo luj durt, jo pse se ke la mirë, jo pse vetëm kush punon në kuzhinë di se sa lodhje ka, dhe sa stres ka, se më the nuk ka stres. Ma përpara më the s'ka stres. Vish një 2 ditë tjetër unë edhe shifa ka. Jo, unë e di që ka stres, po bëja rolin që thojnë gjitha më se çfarë bën. Jo. Ka shumë stres. Po është një punë që po e patë me dëshirë, po e patë me shef edhe e ban. Nuk lodhesh ndonjëherë që të ndrosh për shembull profesion, me që ke studiuar dhe psikologji edhe Në fakt këtu ke ne pas patë mike, pas patë lek, nuk hyn dot në punë shteti. Unë që kam mbaruar shkollën e lartë për shembull, do të luftosh shumë që për një vend pune në shtet. Po pse e synon shtetin ti? Po pse do ta kufizosh veten në shtet? Po kjo është gjëja më elementare, pra ti mbarove shkollën e lartë, ku do shkosh? Nëse ti s'ke mundësi të hapësh një klinikë tënde psikologjike për seanca psikologjike, detyrohesh me punu në shtet. Pastaj në shtet ty s'njeh kush, thot kush kujt je ti, kush je. Jo kam mbaruar shkollë, po këtu im punë shkolla, më pas patë lekë mix fut njëri në punë. Kështu funksionon këtu? Kështu funksionon, do ta pranojmë këtë realitet. Sa do i hidhur ti jetë, do ta pranojmë. Pa jo mos e vlerësohet dhe zotësia. Ja, si jo? Nuk vlerësohet. Nuk vlerësohet, sepse unë domethënë kam trokit, gjithandej për punë shteti nuk do të marrin telefon, do të hysh në portal, do bësh këtë, do bësh atë, po si përfundim nuk kam gjetur asnjëherë. Edhe pse i kam mbaruar gjitha, domethënë me diplomë, me praktika, me gjëra të gjitha, nuk. Tani unë kam heq menjen asaj pune. Po ku i dihet? Në të ardhmen. Dija, ndoshta. Ç'tjetë kismet. Kur të lodhesh nga tigani ndoshta. Do lodhem edhe nga tigani se fillon mosha. Sa vjeç ti që ke filluar ta ndish moshën na 27, shumë mirë. Ke filluar ta ndish që tani. Na fol pak për muzikën. Sa hapësirë i ke dhënë ti asaj, ke bërë ndonjë muzika? Apo dhe muzika çalon këtu fusha që ti të afirmohesh edhe. Muzika është shumë e bukur vetvete, por ka konkurrencë, është e vështirë të mos jesh pak arrogancë në art. Po unë kam bërë për pasion, nuk kam bërë për përfitime, nuk kam bërë për lek, se kështu thonë. Domethënë kush e ka marrë vesh ose kush e shef që unë kam filluar muzikën, e më ka bërë për lek. Se kam bërë për lek, sepse unë punë jam, nuk është isha pa punë, thash ç'të bëj të merrem me muzikën. Po nëse se njerëzit për çdo lloj gjëje që çdo lloj nisme të marrësh gjithmonë është ky paragjykimi, është bërë për lek. Po në rast se bën një punë të mirë, pse mos shpërblehesh në fund fundit? Po, dhe një paragjykim tjetër, sepse ti djalë i ri pse ke filluar ti ra çiftelis, që s'ke bën ai. Po pra thashun, pse kaq i prapambetur ti? Kjo është një gjë që më ka pëlqyer, kjo është rryma që më pëlqej më shumë. Rryma të tjera. Në fakt do të thoja është një rrymë që akoma nuk është prekur aq shumë nga prishja e muzikës vërtet. Ja, muzika popullore nuk ka për të humbur asnjëherë, do unë jam i sigurt për këtë. Pastaj të gjitha edhe këto që bëjnë kështu sikur janë shumë mas rrymave të tjera, sa ndizet një këngë popullore, çohen gjithë. Pra kështu funksionon. Pse the që fusha e muzikës ka shumë arrogancë? Ka arrogancë, ka konkurrencë shumë të madhe, sepse janë të u bë shumë këngëtarë. Sepse tani është kollaj që të bësh një këngë ti. Unë shkosh në studio, bëj një këngë, nxjerr dhe u bën këngëtar, por unë edhe pse kam disa këngë të mia, unë prap nuk e quaj veten këngëtar, sepse këngëtar është fjalë e madhe, këngëtar është një, domethënë, dikush që ka disa dekada që këndon, dikush. Për shembull, unë kam një këngëtare time shumë idhull dhe e pëlqej zanin e saj, e pëlqej dhe pozitivitetin e saj, sepse ajo është Fatmira Breçani. Një nga figurat më të çmuara të muzikës popullore në fakt.
Do të thonë ajo e meriton titullin këngëtare. Edhe gjeneratat, do të thonë moshatarët e gjeneratës së saj, por ajo është një dhe vetë një besoj. Gjithmonë e kam pëlqyer që në moshë të vogël. Po tani është shumë e thjeshtë në fakt bëhesh këngëtar sepse bëlle këtë muzikën me AI që është e njëjta melodi. E njëjta melodi, i njëjti timbër. Është të thjeshtë, po prap. Ç'mendim ke për këtë lloj muzike? Po tani pas patë zanin, pas patë pasionin, pas patë dëshirën, tjetë muzika se ti s'arri dot asnjë gjë. Jo, po flisja për këtë muzikën që bëhet me AI. Po e prish muzikën? Po e prish. E vërtet? Po e prish muzikën e vërtet, sepse s'ka si zani këngëtarit, nuk e ba dot. Pse nuk do ishte mirë që për shembull ti të bëje një këngë me AI ndërkohë që punoje aty në kuzhinë, lehtësonte punë. Nuk e di, kjo gjë nuk më pëlqen. Mendoj se është edhe ndëm të muzikës pastër. Sa këngë ke realizuar ti ose ndonjë që e ke më për zemër? 4 këngë. Si janë pritur nga publiku? Kënga e parë, domethënë që është prit pak më mirë se asnjë se dinte se unë do vazhdoja muzikën. Dhe ka qenë kënga me titullin Po gëzon nana, është një këngë që kam dedikuar vllajt, me motive popullore dhe është prit shumë mirë. Tekstin e ke bërë vetë? Tekstin e kam bërë vetë, gjitha këngëve që kam bërë tekstin vetë. Pastaj ka ardhur një këngë tjetër, I shtrenjtë vatani, është këngë me motive patriotike. E treta është bashkëpunim me këngëtaren nga Kosova, Vlora Kastrati. Edhe falenderoj shumë se më ka mbështetur në këtë rrugë. Si është ndjer vllai kur I ke dedikuar këngën e parë? Shumë mirë, ka prit shumë mirë dhe më ka falenderuar shumë për atë surprizë që kam bërë. Ai e ka ditë pak a shumë që unë e pëlqej muzikën popullore, po në fakt ndoshta menja se ka marrë që unë do marr këtë hap që ta vazhdoj muzikën. Ke marrë pjesë ose ke kërkuar të marrësh pjesë në për këto festivalet që bëhen për në festival jo, po kam qenë disa evente, në disa zhona që kam qenë I pranishëm, që kam kënduar disa këngë dhe është shumë bukur, nuk e di, ndoshta është me dëshirë, me pasion, po shumë muzika është shumë e bukur. Ndihesh shumë mirë kur kënga pritet mirë, kur tjerët gëzojnë nga performanca jote. Përmende që ke bërë dhe një këngë për Vatanin. Po, I shtrenjtë vatani. Është I shtrenjtë për ty Vatani, se tani gjithë të rinjt se duan fare, madje rishtës I kam parë një video që më doli rastësisht që e urrej këtë vend edhe po largohem. Mua më vjen shumë keq kur nuk urrejm vendin. Sidomos të rinjt shprehen kështu. Jo, nuk. Absolutisht, pse duhet ta urrejm vendin, kur vendi I njëjtë është. Tirana këtu u ka qenë, Fushkruja aty u ka qenë. Domethënë vendi I njëjtë është, vetëm njerëzit kanë ndryshuar. Nuk kemi se ta urrejm vendin, Shqipëria është vendi më I bukur. Sepse unë domethënë po ta urreja vendin tim, unë shkoj edhe jashtë shtetit, se me profesionin që kam unë ndoshta edhe mund ta kisha gjetë një punë shumë të mirë jashtë shtetit, por kam preferuar të rri në vendin tim. Kështu që ata që thonë që Shqipëria nuk e dua këtë vend kanë shumë gabim, sepse s'ka si vendi jot. Po. Megjithëse jeta është bërë shumë e vështirë këtu, në çdo lloj drejtimi, po prap, inshallah bëhet mirë, kështu. Prap ka njerëz si puna jonë që insistojnë. Po, prap I japin kurajo vetës të të bëjmë. Nga mënyra si e the, nuk ishte aq. Nuk ishte aq. Aq frymëzuese. Duket sikur të kam poshtur pak. Çfarë të bëjmë tash? Ku e ndjen vështirësinë më të madhe këtu në Shqipëri? Një herë çmimet kanë shkuar në stratosferë, në naftë u ngrit, shkoi në qiell. Nuk kemi siguri për ditë aksidente, për ditë vrasje, për ditë gjëna negative,
Dhe për këtë arsye them që s'ka mundësi të punosh në një punë stabil, një punë shteti që ti ke mbaruar studimet për atë gjë nuk ke mundësi. Dhe Nuk kjo ke gjë mbështetje. nuk ke mbështetje nga shteti dhe për këtë arsye them që është më mirë të punosh në privat diku jashtë shtetit. Ti vetë jeton e punon këtu, po më mirë të punosh Më privat mirë jashtë punosh shtetit. jashtë shtetit, po. Sado s'du ta pranojmë këtë gjë, po është më mirë atje. Pavarësisht se tani janë ndërgjegjësu dhe pronarët e firmave private këtu dhe pronarët e, domethënë rastin tim të restoranteve që i kanë ngretë edhe rrogat, i kanë ngretë pagesën e punëtorëve, janë më të sjellshëm me punëtorët, janë më të komunikueshëm me punëtorët dhe kemi filluar të u përmirësu më duket. Pra shoqërën atë gjë pozitive ime. Inshallah më mirë bëhet. Po të njerëzit si e shef në përgjithësi, janë duke u përmirësuar apo jemi duke shkuar mrapsh? Jo, se dhe njerëzit u përmirësu janë, dhe njerëzit inshallah më përpara ecin. Ke menduar ndonjëherë të kthehesh prapë në fushë? Unë atje jetoj. Ja. Unë atje jetoj, po. Nga që thej që Jo, kam ardhur kur kam bërë shkollën, kam qëndruar këtu sepse isha edhe në shkollë edhe në kurs edhe në punë dhe shkoja via dat, po unë atje jetoj. Atje jetoj dhe punoj atje. Është më mirë jetesa atje se sa këtu? Do më thonë, është më e qetë? Është më e qetë, po. Është më e qetë edhe kosto e jetesës është ndoshta pak më e ulët se këto. Këto unë kam provu 5 vite që kam jetë këto. Ka ndryshim. Plus që atje të paktën jena në shtëpitë tonë dhe s'paguajmë qira, këtu paguajmë qira. Është në fakt një problematik kjo qiraja që është bërë që të Po, merret. më në bon stratosferë kanë shku qirat shumë shtrejt. Në thonë sa është rroga, 80% e rrogës ti do ta harxhosh për qira. Atëherë të rrofë që shko puno kot. Po fiks. Prandaj është e mirë kjo pjesa e sezonit, sepse sa do shkojmë pak, andajmë pak ka sezoni. Sepse atje për shembull ti s'ke për të paguajtur as qira, as nafta, as uji, as drita, as gjë, si ke gjitha të përfshira në punëdhënës. Te pagesa, po. Dhe kjo është e mirë, domethënë ti shko maj, qershor, korrik, gusht dhe shtatorin, ka restorante që e mbajnë hapur dhe tetorin. Po, tani është rritur. Po, është rritur kozjatja e sezonit dhe ato lek ti merr tamam. Pavarësisht se është lodhje, po. Tash do tani kur do punojmë ne. Ke ndonjë plan për muzikën që e ke në dorë ose për të ardhmen? Plan për të ardhmen. Dëshiroj të bëj edhe një këngë tjetër që është me motive popullore dhe së shpejti besoj nga muaj tjetër do përfundoj. Na trego diçka më shumë për kë. Të gjitha do t'i tregoj unë. Për kë e ke bërë kësaj radhe këngën? Sikur ta thash më përpara, unë e ndjej mungesën e babit tim dhe është një këngë që i dedikohet babit. Do të thonë jo personalisht për babin tim, por për gjithë për figurën natyrore, po. Edhe një herë për një herë po punoj për tekstin, gjithë sa fjalë duhura që tjetë sa më tekst sa më i mirë. Më duket mua po ke ngelur pak te çfarë? Te ajo periudha kur babai është shkputur nga jeta. Po ato janë kujtime që nuk hiqen, ato janë kujtime që janë përhershme. Sepse e kam thënë dhe në një intervistë tjetër që gjithë thonë ha se me kohën çdo gjë shërohet. Koha nuk shëron gjithçka, koha ne na bën ta kuptojmë dhimbje më tepër. Në shkakton akoma më shumë dhimbje koha. Thjesht e pranojmë dhe vazhdojmë. Thjesht jemi të detyruar ta pranojmë, po. E dim se ajo gjë ka ndodhur s'thehet më dhe pranojmë realitetin, vazhdojmë jetën. Po prap mendoj që
është një proces që të gjithë Gjithë do e kalojnë, kush e kalon më herët, kush e kalon. Kur dikush e humb prindin ose një familjar më të hershme është pak më sikletshëm, është pak më Normalisht le gjurmë, po le gjurmë. vjen një moment që Sepse asnjë nuk jeton për herë. Gjithë do vdesim një ditë. Gjithë njeriu yt nuk është asnjëherë i vjetër që thosh nuk thot asnjë shoqër që vdiq gjyshi ose gjyshi. Është i dhimbshëm. Por prap me personat e ri nuk krahasohet asnjë gjë. E ka ndjerë ndonjëherë këtë si paragjykim? Për çfarë? Mungesën e babait? Jo, kjo nuk është paragjykim sepse Jo, kjo nuk ka qenë paragjykim, po dhe kështu si pozicionim, viktimizimi. Në disa raste ndoshta kur ishim në shkollë, se tani jemi rrit edhe nuk është se kemi has, po kur ishim në shkollë ndoshta edhe nganjëherë si për gjinaf, a kupton? Ama se ka njëri, nuk e ka babin. Domethënë po ndihesh shumë keq. Ndihesh realisht shumë keq. Edhe kur shikoj dikë që domethënë tregon mëshirë ose tregon domethënë mëshirë, mirë thash, për dikë që i ka vdek babit dhe thotë ama se gjinaf. Jo, pse është gjinaf, ai nuk ka pse të jetë gjinaf, ai është i Zoti vetës, do bëhet më i fortë akoma. Dhe nuk e toleroj absolutisht nëse e gjej dikë ti thot dikujt që i ka vdek babi që është gjinaf. Absolutisht. Po, ja, prandaj më fal ndoshta edhe ngacmova, prandaj edhe e përmenda që nga që ti e ke përjetuar vet, edhe mund të jepi edhe një formë këshille se shumë njerëz ndoshta edhe në mënyrë të pavetdijshme bëjnë veprime jo të duhura dhe lëndojnë. Po, kam dëgjuar, domethënë në disa raste kur isha unë në shkollë, kur isha viti parë gjimnaz, domethënë 5-16 vjeç. Shkreti gjinaf se ka babin, po pse duhet më thoni shkreti gjinaf? Ta jenë punë të Zotit, ta jenë punë që nuk është se kanë ardhur nga unë, kanë ardhur nga një fatkeqësi, nga një aksident, nga një smundje, nga një është jetimi nuk duhet të jetë asnjëherë për gjinaf. Mbështetjen duhet t'ja japësh pa ja shpreh se është për pa e shprehur keqardhje. Kjo është këshilla që ju jep njerëzve. Sepse ai me të vërtetë ndoshta nuk ta thot, po realisht ndihet shumë keq, sepse unë kam provu vetë. Sado i fortë ti jesh, sado ti jesh optimist për jetën, kur e dëgjon dikë që thotë me se ky gjinaf se ka babin, është pak, jo pak, më shumë prekse. Nëse jemi të gatshëm ta ndihmojmë atjetrin, ta suportojmë, ta mbështesim pa e vënë dukje se ka nevojë për mbështetje. Po. Njerëzit kanë nevojë për mbështetje dhe jo për fjalë, jo për mëshirë apo për t'i thënë që gjuna po, kjo shprehje gjuna po është e gabuar në fakt. Se e kemi pasur si shoqëri, tash kemi ndryshuar disi, po që e kemi pasur edhe me njerëz që kanë kufizime fizike, shohim kështu shkreta dhe e bëjnë të ndihet akoma më keq. Dihet të demoralizohet komplet, po ti thosh shkret ai shkret. Ç'është kjo? Është e vërtetë. Na thuaj ndonjë gjë tjetër tash të bukur përveç këtyre eksperiencave. Unë kam bëu, domethënë zgjedhjet në jetën time kanë qenë shumëta, sikur kam filluar psikologjinë, sepse kam dash edhe nga persona të tjerë që dëgjon si më burrë herë për psikologji, herë për kuzhinier, herë. Po pse kaq i paqëndrueshëm? Po çaj të bëjmë, do çfarë punë bëj? Unë i bëj gjitha. Vetëm domethënë atë psikologjinë kam lënë pak mas dorë, le të them. Po psikologjinë pse e zgjodhe? Me thonë drejtë, nuk është se kam pas ndonjë dëshirë shumë të madhe që unë ta vazhdoj këtë thjesht halli, po kur mbarova gjimnazin, u dojtë shpejt ajo zgjedhja, dhe unë deri në vit fundit të gjimnazit nuk e kam ditë të vazhdoj shkollën e lartë, sepse duke ditë se edhe të ardhurat familje nuk është se ishin të mjaftueshme që unë të vija nga Fushkruja dhe të vija të studioja në Tiranë, duke marrë parasysh gjitha shpenzimet. Por ka qenë insistimi familjarëve të mi që unë ta vazhdoja shkollën e lartë. Edhe ç'të bëjmë, thash, hajt psikologji. Por jo se ka qenë ndonjë deg që unë e kam dash shumë. Po prapë i kam kushtu kohë, i kam kushtu rëndësi dhe ka pas net që kam ne deri në 2 natës duke studiuar për provimin e të nesërmes. Në fakt, çdo gjë që mëson në jetë nuk është se shkon do vjen një moment që ty në punë. Absolutisht, të paktën
për Për mosh, shembull për tash vete. i shefti klientin që kur hyn e psikologjisht. Po. Të klient. Është e vërtetë ajo. Se çfarë truku duhet t'i Po. bësh aty mrapa. Edhe më kanë thonë për shembull shumë veta si po thosha, se pse e ke bë zgjedhjen, po unë gjithmonë jetën time kam bërë atë që kam dashur, atë që ka pëlqyer. Edhe më kanë rezultuar për mirë realisht. Nuk është se më kanë rezultuar për keq, ose kam bërë një zgjedhje të gabuar. Nuk është, domethënë, mund t'u thuash gjithë të rinjve që nuk është e vështirë ose mos të kufizohen te ajo që mos Absolutisht, kenë nga frikë që nuk e komentet nis ose këtë gjë jo, se duhet i hysh diçka në qoftë se e dëm, futu nëse ke diçka në pasion. rast se nuk ecën, pastaj mund të zgjedhësh Po, diçka mund tjetër. zgjedhësh diçka tjetër. Absolutisht, nëse ke pasion diçka, nëse ke dëshirë, pse mos më vazhdo. Pastaj kur vazhdova muzikën, akoma me paragjykime, mund të them, ndoshta jo se i kam gjuar unë, po e di shumë mirë se mund të ketë pas. E pas ke shumë fiksim këtë pjesën e paragjykimeve. Të ka nga- lënduar ndonjë paragjykim shumë që e ke marr shumë personale? Jo, nuk më kanë lënduar, nuk e kam vrarë mendjen shumë unë se ç'a thonë njerëzit, se po ta vritësha mendjen ashtu se kisha vazhduar muzikën fare, por duke qenë se unë as në familje, as në fest, as Nuk aty ke pasur nuk kam ndonjë pas ndonjë që ka lidhje me artin. që ka lidhje me artin, me muzikën, ndoshta kjo gjë ka çu në një formë paragjykimi, si u bë ky këngëtar, më ky s'ka asnjë këngëtar. Edhe kjo gjë për shembull ka vra pak se pse më gjithë mund të bëhen, pse është kjo shprehja u bë ky ose u bë kjo. E kemi ne në Shqipëri pak të tekstuar. Të gjithë bëhen, pse mos bëhesh ti, pse mos bëhem unë. Gjithë mund bëhen. Kush përpiqet e ka Po talent. t'i japësh i dorë, po t'i japësh mbështetje, gjithë mund bëhen, nuk kemi pse. Po ne nuk ndryshojmë ndonjëherë, këtë të ngelemi. Çfarë thej që njerëzit po ndryshojnë, tani the ne nuk ndryshojmë. Tani kur je pak i mërzit edhe e nxjerr kaj fjalë. Çfarë të mërzit më shumë ty me qenë të mërzitje? Çfarë të mërzit më shumë në shoqërinë tonë? Kemi bë pak shoqëri shumë arrogante. Mi bë një shoqëri shumë, domethënë shohim vetëm atë drejtimin tonë dhe nuk e kthejmë kokën te asnjë tjetër. Jemi bërë shumë individualist. Po, nuk ka hik ajo dashuria, ajo mbështetja, ajo komuniteti, suporti që ka qenë më përpara. Domethënë ishim pak më të bashkuar, më duket mua. Unë jam një gjenerat e re, nuk është jam një gjenerat që e di çka ka ndodhur më përpara, por vite duke kalu dhe njerëzit më duket sikur janë edhe të uftof pak. Pse mendon ti se vjen kjo? Po, kjo vjen nga mirëqenia, se për ditë tu ardhur mirëqenia më e mirë. Më përpara ndoshta ka qenë pak më vështirë jeta, po ka pas më ka qenë më të mbledh njerëzit. Edhe sot vlerësohet dikush që ka emër. Për shembull në një dasëm ose në një event që do marrësh një këngëtar, asnjë nuk e zgjedh këngëtarin që në bazë të aftësive, gjithë zgjedhin emrin. Nëse ka një emër që është shumë emër i madh, atë marrin. Edhe pse ai ka një vlerë, mund të kërkojë një vlerë shumë të lartë. Mundoj 10.000 euro në një dasëm, atë marrin. Nuk marrin dikë domethënë që është më mirë nga ana profesionale. Ti ke marrë pjesë ndonjëherë në brevet? Po, kam qenë. Unë tani kam filluar muzikën, nuk i ka 6 muaj. 7 muaj, 6 muaj, diçka e tillë. Dhe brenda këtyre 6-7 muajve kam marrë pjesë në disa evente. Është e vërtetë. Sa merr ti 15.000 euro? Po, vashur 15.000 euro thotë. Prandaj ndoshta nuk të marrin, ule pak. Do të shkoj deri ke 500. Ma poshtë bën fjalë. Aq nuk merr si Nën Hoxha e Ardiola Toska, këto që janë me shumë eksperiencë, me shumë. Tani ma shuaj një kuriozitet me që dole këtë dasmë. Dikur, para ca vitesh, se nuk e di si funksionon tani, lekët që siç e kanë zakon shqiptarët që i hedhin në tokë i shkelin me këmbë, i merr këngëtari. Po tani i merr? Po, dhe tani merr. Po, këngëtari merr lekë, domethënë këngëtari. Përveç pagesës, po them, kontratës që bëhet. Sepse quhet sikur gjithë ato lekë i merr këngëtari, po këngëtari ka një 10 veta mas vetes muzikante që do t'i ndaj lekë me ta. Nuk është se i merr gjithë këngëtari. Po e kanë fjalën që i merr orkestra, gjithë lekët që i dhen në tokë. Po. Ose nëse ti e bën fjalën më përpara që ti merr pazarin tënd aq sa ke ra dakord dhe lekët që hidhen janë të zotit shtëpisë. Vetëm nëse e bën këtë, nëse se bëne këtë gjë në fillim ti mori këngëtari lekët. Ku keni më shumë fitim?
kur lekët që hidhen në tokë i merrni ju, apo Tani do dish se ku është dasma, nëse është dasma ne ka veriu, ne ka më shumë, hidhet më shumë. më shumë e veriu? Kurse kur është ne ka jugu, nuk është se ka shumë. Kopratës të jugut. Nuk është jo, se nuk janë kopratës, po atje janë pak më dërlëshuar. Të veriut. Veriut, po. Pse është kjo që janë më dërlëshuar, apo për të dukur që Ai shiv kush ego, ka ego më shumë. Kush këto bodasëm këto. Edhe kanë. Po edhe këngëtarët e veriut janë, domethënë bëjnë atmosferën shumë. Bëjnë atmosferën dasma. Dhe kjo i bën që po, adrenalina i bën që pasaj nesër shajnë me lot. Vin ti kërkojnë mjevi që ka të lekë se kam qenë tap. Ka asur ndonjë situatë kështu të veçantë, të çuditshme në ndonjë dasmë? Jo, ndoshta më se kam dëgjuar, sepse unë nuk është se kam shkuar shumë dasma dhe po. Ashtu, po ja, nuk që janë pendu se kanë hedh lek. Pendu sa dushti, iku leku, po e hodhe. Ja, po s'më ktheve përgjigjen te lekët që më shumë fitimi është kur këngëtari merr lekët që hidhen gjatë dasmës, apo kur bëhet marrëveshje që kur del me i fituar? Nëse janë dasma që hidhen më shumë lek, domethënë andej nga Laçi, nga Mirdita, nga Lezhë. Është më mirë kur merr duket sikur hedhin më shumë lek, me sa kam dëgjuar. Nëse janë dasmat këtej, më mirë bëje pazarin para. Ja marrëm vesh. Këshill tash për të gjithë këngëtarët. Shkoni në veri, mos bëni marrëveshje para. Se bëjmë shaka se gjithë dasmat i bëjnë shumë të mrekullueshme, edhe jugu ka këngëtar shumë mirë, shumë profesionalisht, shumë suksesshëm. Po ka ndryshuar pak ky mentaliteti i kësaj hedhjes lekëve për dasma. Ka ndryshuar më përpara, po, më përpara ka qenë më shumë. Më përpara ka qenë më shumë, tani sikur janë, unë them ndërgjegjësu, sepse edhe nuk hedhin të lekë. Hedh gjithë lekët e shtëpisë të muajit aty për të dukur. Nuk më duket diçka sikur është diçka që duhet bë. Ky është mendimi im ndoshta. Pavarësisht se ti lek do kur shkonin të nuna aty, po që po tash ti? Po tregohet i sinqert. Po tregohemi sinqert, realisht nuk duhet. Dhe një farë, domethënë mas të madhe. Se ata lek kanë vështirësi mu fitu. E vërtet. E sqaruam tash që çka kishim. Çka kishim të pas sqaruar, u sqaru. Për dasmat, po. Për restorantet në një gjë tjetër që do ta theksoje? Për restorantet? Na rrit një çik rrogat, më bëri dhe më fikin. Pra, tregoje çfarë ankesash ke, çfarë dëshirash, çfarë mundësish. Jo, domethënë aty ku punoj unë aktualisht, unë kaloj shumë mirë, jam njerëz shumë të mirë, me rrogat janë korrekt. Po që duhet rriten pak rrogat. Por që jam se s'pa them atë tash. Po e the një herë tash iku ajo. U bë klipi. U bë. Sekvent do të mbrapsh. Dhe unë me të vërtetë jam shumë i kënaqur aty ku jam. Jo se e di se kjo video do dali dhe do ta shikojnë, po realisht jam shumë i kënaqur. Dhe po tjetë puna për brenda nuk do të ndryshoja. Po ditët e pushimeve je i kënaqur? Se shumë miq të mi që punojnë në fushën e kuzhinës, vuajnë për ditët e pushimeve. Një ditë një javë ke pushim, kështu që besoj se mjaftueshme është. Orët i kemi pak më të gjata se 8 orarshi, po shi që të bëjmë ky profesion e ka këta. Pavarësisht se ka dhe kuzhiniera që thotë unë punoj 8 orë dhe të punoj më tepër. Ta le punën mes edhe ikën ai, se thotë kaq punoj. Por po ti jesh pak i ndërgjegjshëm, pak më edhe duhet rrish, sepse ka që ato orë shtesë nuk t'i paguan njeri. Nuk t'i paguan orët shtesë? Ka restorante që orët shtesë nuk t'i paguan. Ka restorante që t'i paguan. Paret se ku punon. Te muzika desha ta përmend edhe një herë. Përmende që parë që është fushë shumë e egër, po si e ke parë ti në rast se ke pasur shumë marrëdhënie me artistët ose bashkëpunime
Si janë si natyrë? A janë njerëz të përulur apo janë njerëz Artistat e gjeneratave më të vjetra, e kam thënë dhe do ta them, sado keq t'i vi, nuk i mbështesin gjeneratën më të re, sepse sikur se tash ka konkurrencë. Thot ku bo ky, thot me dalë me knu, me marr pjesë në evente, sepse ndoshta kanë dhe pak të pjesën e inatit, se ato kanë 20 vite, 30 vite në skenë, edhe thot se bëhet dhe kysion, sepse askush nuk e do të tjetrin më lart se vetja. As barazim jo më lart se vetja jo se jo. Por do t'i kisha bo i kërkesë tyre artistave të brezit më të rritur, më të madh, që mbështetni dhe gjeneratën e re, sepse ju duhet jeni krenarë që po ecim në hapat e tyre. Dhe jo nuk e ndjen këtë mbështetje fare. Jo, absolutisht jo, nuk ka. Jo të gjitha, se nuk mund t'i fusim gjithë në një vend. Por disa prej tyre nuk e bëjnë këtë gjë. Nuk i mbështesin. Madje kam pasur sa njoftime nëpër rrjetet sociale që thonë u ka prish muzika me artistët e ri. Domethënë kjo është një gjë që ty ta pret frymëzimin për me vazhduar më përpara. Artista thotë jemi ne që kemi knu para 30 vitesh. Domethënë kjo gjë po masa e thonë këto për këto prurjet e shumta që janë bërë edhe jo profesionale, apo s'mendon se është kjo? Jo, është diçka më shumë për artistët e ri. Por ka pas dhe artista që janë shumë të, domethënë shumë të famshëm, shumë ka një emër shumë të madh që mu personalisht kanë mbështet. Dhe do ta theksoja një prej tyre është një këngëtare shumë e njohur, kryesisht e trevave të veriut, po këndon gjithë botën, Govi Reka, që unë e përshëndes dhe jam shumë i njohur se më ka mbështet në këtë rrugë. Dhe më ka thënë që asnjëherë mos e dorëzo, për herë fillo, për herë domethënë vazhdo përpara. Është shumë gjë po, edhe pse ajo është në atë stad ku është, domethënë ka mbi 20 vite karrierë, ajo unë më ka mbështet mua që jam një artist që sapo kam filluar rrugën e muzikës. Në fakt ashtu duhet të jetë, se njerëzit artistin e shohin me. Unë jam shumë i njohur dhe saj. Po ashtu dhe Vlora Kastrati, ajo këngëtarja që ka bërë bashkëpunimin me mua, edhe ajo më ka mbështet shumë. Pra këto janë disa elementë që duhet mi përmend, duhet të jenë shembull për gjithë tjerët që nuk mbështesin. Ta lejnë egon me janë edhe të mbështesin. Po, ta lejnë të egon mos i jetë kena për zotin. Po një jetë kemi dhe askush nuk ja merr meritën njëri tjetrit, secili ka shkëlqimin e vet, pa diskutim. Muzika është me dëshirë. Aq më tepër te artistët kjo anë duhet të jetë shumë e zhvilluar, sepse njerëzit i shohin me adhurim dhe i shohin si shembull. Duhet të jesh s'pari artist më shpirt, do të kesh sa që lizat mira brenda vetës para se të qenë artist profesionalisht. Duhet të jesh njeriu. Duhet të jesh njeriu në parë. Sepse riskun s'ta merr asnjë, ata ta harrojnë. Po, është vërtet. Mos lodhen kot, ta thonë në laft mirë. Të fjala s'është me lek. Po. Të thirrje është shumë e hapur e Xhulianët, edhe shumë e vënd. Thirrje, vërtet. Artist bëhuni më të përulur, mbështesni njëri tjetrin, sidomos brezat e ardhshëm. Brezat e ri, po. Në një gjë tjetër që do doje ta përmendje. Një falënderim duhet t'ja bëj atij kompozitorit që më ka bërë këngët e mia, sepse unë kam shkuar edhe mbas orarit që ai ka qenë punë, ndoshta ka qenë ora dhe 1 natës, 2 natës dhe gjithmonë më ka prit në studio. Dhe më ka thonë kur do që të kesh ti kohë 1 natës, 2 natës, nga që unë jam kuzhinier dhe më bëri punë shumë vonë. Hajde tha dhe realizojmë këngën. Dhe është Alban Arifi, i cili e përshëndes shumë. E përshëndesim dhe ne dhe na bëj qefi që ka njerëz të tillë që mbështesin pa kushte. Ai është një artist shumë i madh, një artist me emër dhe më ka mbështet shumë. Realisht më ka mbështet shumë. Po ja, pra pse u shpreh aq pesimisti, ke hasur në rreth njerëzish që të kanë mbështetur shumë? Jo, kam pa dhe nga ata artistë, domethënë që s'ma ka marrë mendja se janë të tillë, por që nuk kanë mbështet, nuk e kam gjuhë nga tjerë, që nga rasti im. Unë prandaj edhe e nxora në pas si pyetje, sepse kam pasur shumë njerëz që janë në marrëdhënie me artist, edhe ne për shkak të profesionit, edhe lën shumë për të dëshiruar nga kjo ana njerëzore. Domethënë tjetër imazh është krijuar, ndryshe është në klipe, tjetër imazh është krijuar edhe dalin shumë zhgënjys në vlera njerëzore, prandaj. Të do shotosh edhe. Që ndryshe
janë ndryshe shite. Jo të gjitha. Jo, pa diskutim. Do të ishte jo të gjithë, se ka edhe nga ato që janë shumë të mirë, siç ishte në rastet që të përmenda. Jo të gjithë. Po më bëhet qefi që ke hasur me njerëz që të kanë mbështetur. Me ato që kanë punuar me të gjithë. Juliana, më përmend një këshill që të ka dhënë dikush në jetë, në një gjë të vlefshme që ty të ka ngelur? Gjë të vlefshme, sikur se ta thash, në rrugën drejt suksesit. Unë kam gjuar të shprehje nga një këngëtar që ka qenë në një intervistë diku dhe më ka ngel fiksin. Sepse kisha menduar vetëm për veten time, por kjo pas ka qenë për gjithë. Në rrugën drejt suksesit ta je komplet i vetëm. Këtë ka thënë këngëtari Leo Bitra, që unë duhet ta përshëndes shumë. Në rrugën drejt suksesit është e vërtetë që je komplet i vetëm, duhet të luftosh shumë, punosh shumë, të përulesh dhe ndoshta do arrisësh diçka. Dhe kjo është një këshill që më ka vlerë shumë. Dhe më thonë që mos presim asgjë nga të tjerët, por punojmë vetë dhe t'jemi vetvetje. Sa vetëm je ndjerë deri tani? Po jo dhaj shumë vetëm, se kemi pas dhe rreth shoqëror, kemi pas dhe këto persone që të përmenda unë, por jo në mbështetje, kush e di se çfarë. Shpresojmë që kjo mbështetje të rritet. Po, inshallah. Jo vetëm për mua në rastin tim, po në gjithë rastet të tjera. Në të mirë të gjithë shoqërisë në fakt. Jo vetëm në anën e muzikës, në anën e artit, por në çdo lloj aspekti, në çdo lloj drejtimi. Është një lloj sikur të vjerë një kuzhinier i ri te puna ku jam unë. Nëse ne nuk e mbështesim, ai do ndihet shumë i distancuar, do ndihet shumë keq. Do ndihet si i huaj aty, kur ai është ka hyrë te familja jonë, ne duhet ta trajtojmë si gjithë të tjerët. Madje kur nuk ndjen mbështetje, nuk jep dhe më të mirën e vet. Nuk jep dhe më të mirën, normalisht do rri ndrojtur, do rri me frikë, mos të mbërtasim, mos të më thonë. Edhe nëse e bë diçka gabim, leje se rregullon nesër, jo ti shkosh direkt ti thosh ti si kuzhiniere, ti zbati. Se kam ndesh në shumë vende këtë gjë. Kur kam filluar ti si shef sa i mirë je? Sa i mbështetur? Unë jam aq i mirë sa s'duhet me qenë kaq i mirë, po karakteri është i lindur dhe nuk ndryshon gjatë rrugës. Nuk ka mundësi që njerëzit përmirësohen? Përmirësohen me punën, por jo me karakterin. Ajo gjë karakteri është i lindur dhe nuk ndryshon. Kjo gjë duhet. Shumë njerëz hasin debat te kjo pjesë. Për çfarë? Që karakteri ndryshon. Që njerëzit nuk janë të lindur po bëhen. Kurse ti mendon që janë të lindur dhe nuk bëhen. Janë të lindur dhe nuk bëhen. Janë të lindur domethënë në disa aspekte, domethënë karakteri është i lindur, nuk ndryshon më ai. Sado mundohesh ti, nuk ndryshon. Por kjo do të thotë, nuk do të thotë që mos përpiqeni të ndryshoni. Jo, me mu përpiqemi, po prap përfundimi aty do ngelesh. Prap nuk keni shpresë. Shumë fataliste. Okej, mas këtij fatalizmi do doja që të njepje një mesazh për shoqërinë, për të rinjt. Patjetër. Unë kam një mesazh për gjithë të rinjt, për gjithë artistat, por ndoshta edhe ato që janë pjesë e artit, ato që janë, domethënë, akoma që kanë filluar tamam profesionalisht jetën, që të kërkojnë shumë nga vetja, të punojnë sa më shumë, të mos ndikohen nga asnjë koment, nga zhurmuesi që kena të veshët dhe të vazhdojnë vetëm përpara. Ti shprehin talentet e tyre, ti shprehin pasionet e tyre dhe mos rrinë të ndrojtur, sepse nëse ne nuk i lejmë ato ëndrat tona nxirtar, iku mbaroi. U myll kapitulli. Sepse jeta është luftë, do të luftosh për më të mirën. Asgjë nuk të vjen po s'luftove, asgjë nuk të vjen po nuk punove. Se nga qielli zbigjen, vetëm shi bie. Po. Shi edhe këto metalet e rënda që po hedhin tani me këto avion. Fabrikat, po. Është e vërtet. Po ne sepse duam pak këtë shpresën që të bëj diçka nga qielli, kemi pak. Ja, po shpresove me të radhë në gjë nga qielli, vetëm të rikocës. Ti gjë, ata sigurojnë atë pjesë. Edhe ti me atë mendim. Po, për te shakave, shumë mesazh i bukur. Unë falenderoj shumë që ishe sot këtu. Kënaqësi shumë e madhe ishte edhe për mua. Unë ndjeva shumë rehat, unë ndjeva si në shtëpi. Bëhet qefi. Ky është qëllimi në fakt që njerëzit ndihen sa më
Sikur Sa po më bëni rehat. muhabet pa kamera pa. U Po tregum qa shumë kamerash realist. U s'kemi tregum kamera shumë pala. realist. Edhe në qoftë se ke diçka tjetër për të shtuar pavarësisht se unë thash faleminderit, e kështu s'ka problem unë ta. Ja, ishte kënaqësi dhe për mua që isha sot këtu. Edhe ju përgëzoj shumë për këtë nismë që keni marrë, për këtë podcast që keni nisë, që transmetoni vlera. Ju uroj shumë sukses Faleminderit. edhe juve. Edhe unë të uroj shumë suksese, edhe je i mirëpritur kur të kesh projekte të reja, Faleminderit këngë shumë. të reja, Shumë faleminderit. më shumë shpresë, më shumë gjëra të bukura. Faleminderit shumë.